këtë pjesën këtu, madje vazhdon maje, pastaj zbritja bëhet në anën e mbrapa. Duke zbrit, ka ndodhur një aksident ku një djalë prej grupit ato ka rrshit, edhe për fat keq ka pas me fatalitet ajo rrshitje. Na është thirrë ndihmë prej anës tonë dhe kemi arrit me një kohë të limituar shumë shpejt, sa më shpejt më me arrit, shkaku se i kemi ditë që 3 persona të tjerë janë të ngujuar me një vend të caktuar, ku kanë qenë ata të ekspozuar edhe të rrezikuar edhe për jetët e tyre. Kemi arrit në Valbong, kemi mbledh stafin, kemi mbledh pajisjet, kemi marrë të gjitha komandat dhe kemi vazhduar në lart për me bëu evakuimin e këtyre të mbijetuarve apo të cilët kanë qenë të ngujuar në atë pjesë. Po cili është misioni më i rëndë për ju emocionalisht? Misioni më emocionalisht që kisha përmendur është në fshatin Çaj, në pjesën e Korabit, në pjesën e Shqipërisë, ku para 2 vite ka ndodhur një aksident 2 të rinj gjerman, kanë tentuar me ngjit në majën e Korabit, është maja më e lartë në Shqipëri, kanë tentuar me ngjit me ski touring, me hec me skia, me vazhduar në pjesën e lartë. Dhe gjatë ngjitjes në fshatin Çaj ka ndodhur një ortek. Kanë iniciuar një ortek gjatë ngjitjes, kanë zonë orteku dhe kanë vazhduar deri në një vend të caktuar kanë rënë. Në atë moment, vajza në të cilën kanë zonë orteku ka telefonu nanën e vetë në Gjermani dhe ka thonë nanë unë jemi këtë pjesë, na kanë zonë orteku dhe gjasat për shpëtim janë shumë të vogla. Edhe ka thonë që në telefon nuk kam bateri dhe po shpresoj që ka marrë me na shpëtu dikush. Në atë moment ka ra telefoni dhe nana vetë është marrë me organizimin dhe ndihmën, ka kërkuar në Google kush është Mountain Rescue në këtë pjesë dhe na ka telefonu direkt. Jemi mbledh për fat mirë shumë shpejt edhe kemi arrit në fshatin Çaj, ku kemi arrit deri te lënduarit që kanë zonë orteku dhe vajza pasi që e kemi larguar nga bora, kemi strehuar në një vend të ku është i sigurt, e kemi strehu dhe ka thonë që të lutem a ka mundësi me pas një telefon që me kontaktu nanën time që mi tregu që jam gjallë. Dhe kemi dhënë telefonin dhe ka thirrë nanën e vet, edhe ka treguar nanës vet që hey nan, falë kërkim shpëtimin malor të Kosovës, unë jam gjallë dhe jemi mirë të dytë. Dhe çajo ndjenja që i tregoi nanës vet që është gjallë edhe filluan me çaj të dyjat, ishte një ndjenjë që për një me emocionalisht prekësh tepër se thu, hey, arrite me bëni diçka në të cilën një ndihmë e vogël ndoshta për ty, po për dikën shumë e madhe, që arrite me shpëtu një jetë që ajo sot është falendrues ndaj te apo ndonjë grupi. Dhe gëzonjetën faljosh. Po besoj. Ilir tash bisedum na pak më herët për ushqimin, tregove që gjithmonë ti i qëndron afër ekipës dhe i ringati ashtu me një fjalë. Sot kemi vendosur na me të nejt gati ty. Kemi ushqim nga Zovade.